Zhvillimet politike në intervistën e ditës do t'i diskutojmë me sekretarin e përgjithshëm të Alternativës dhe përfaqësuesi i koalicionit Vlen, zoti Amir Elezi. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në Alsat. Mirëmbrëma, mirëse u gjeti. Zoti Elezi, siç paralajmëruam dhe më herët, është dita D për koalicionin Vlen, për momentin sa grad vlon Vleni. Edhe pse në këtë situatë fokusi është takimi sonte me liderëve të Vlenit, sonte do të diskutohet mbi zhvillimet politike në vend, gjithashtu edhe mbi deklaratatë e shumta që janë në opinion në lidhje me unitetin e Vlenit apo se në çfarë rrugë shkon Vleni. Më duhet të kthehem pas në kohë dhe të them që konteksti politik të cilin e krijoi koalicioni Vlen ishte si artikulimi i kërkesave politike dhe buronte nga votuesi shqiptar i cili disa cikle me radhë zgjedhore ishte votues anti-BDI. Mirë po asnjëherë nuk arriti që këtë kërkesë politike të artikulon në një koalicion të vetëm i cili do të fitonte BDI-n realisht në zgjedhje. Ajo që ndodhi më 8 maj ishte kjo që po e them tani, se koalicioni Vlen arrinti që të fitoj BDI-n në zgjedhjet parlamentare dhe ta detronizoj nga pushteti dhe faktikisht tani e kemi një BDI e cila është në opozitë, përballet me drejtësinë, nuk ka arritur që të reformohet dhe të bëj vettingun e paralajmëruar të tyre, përsëri është me figurat e vjetra, dhe mundohet që të krijojë shpresë të rrejshme me faktin që duke destabilizu koalicionin Vlen të mundohet të përfaqësoj një lloj shpresë tek votuesit e saj të pakët që i kanë ngelur se do të mund të rikthehet në pushtet. Unë do dua që ti konfirmoj ato angazhimet të cilat vazhdojnë t'i kemi si koalicion Vlen, është që do të dalin unik në zgjedhje. Pritet një vendim final sonte, siç paralajmëruan dhe më herët krerët e Vlenit, edhe pse zoti Taravari tha se mund të vazhdojnë negociatat, nga ana tjetër krerët e tjerë të Vlenit thanë që sonte pritet të ketë një vendim, presin një përgjigje nga zoti Taravari nëse vazhdon me Vlenin ose jo. Po me që zoti Taravari ishte më aktiv për televizionet publike me deklarata publike, më duhet të themi që sonte pritet që definitivisht ai të deklarohet dhe ASH-ja nëse ja kanë mbyll derën BDI, sepse nuk mund të jesh edhe me Vlenin dhe në të njëjtën kohë të komunikosh me BDI-n. E dim që ka paralajmëruar se ka pasur një bisedë telefonike me Ali Ahmetin, nuk di, nuk jam i sigurt nëse janë takuar apo jo, nuk mund të quhet takim ajo përshëndetje që kishin me ambasadorin Begaj. Sidoqoftë, ideja dhe konfirmimi që duhet vijë sonte është a vazhdojnë të jenë pjesë e koalicionit Vlen dhe a e kanë ndarë mendjen që ja kanë mbyllur dyert BDI-s dhe Ali Ahmetit, sepse në të njëjtën kohë nuk mund të jesh edhe antar i koalicionit Vlen edhe të lesh të hapur mundësinë e bashkëpunimit me BDI-n në zgjedhjet lokale. Po çfarë ofertash ka në tryezën e negociatave? Ka do një ofertë të re nga ajo që tashmë dihet në publik, pra 4+1 komunë për Aleancën për Shqiptarët, u përfol edhe posti i kryetarit të Vlenit për zotin Taravari. Çfarë ka në tryezë? Gjitha këto përveç faktit asaj ofertës të cilën e ka deponuar deputeti Bekim Qoku dhe e cila ofertë ka qenë dakorduar edhe me 3 liderët e tjerë të Vlenit, njëkohësisht ka qenë transmetuar pikërisht nga deputeti Qoku edhe në takim me zotrin Taravarin, gjitha ato që përfliten tani në opinion janë vetëm spekulime të cilat tentojnë që ti minojnë bisedimet dhe ti zhvendosin temat aktuale dhe çështjet thelbësore të cilat duhet të diskutohen sonte. Domethënë, oferta e fundit e cila i është bërë ASH-s dhe zotit Taravari, e cila tashmë është edhe publike, është ajo që e potencuat ju, e cila përfshin një favorizim të dukshëm të ASH-s me 35% të komunave në kuadër të Vlenit dhe me 40% të listave të këshilltarëve në komunat ku ata do të garojnë me kandidat të ASH-s. Veçmë është bërë një favorizim për çështjen e listave, sepse Taravari apo dëshiron që të shkojë me lista të veçanta. Mund edhe në këtë kuadër të lëshohet pe ose ju do të
mbeteni në atë qëndrim që të shkojt me listat përbashkëta? Dua që t'jem i hapur edhe ndaj votuesve tanë, por edhe ndaj votuesve dhe përkrahësve të ASH-s. Asnjëherë për brenda Vlenit nuk ka qenë problem se me sa komuna do të menaxhojë një parti e caktuar. Mirë po, ideja është që edhe në zgjedhje lokale të fitohet BDI-ja, sepse këtë e kërkojnë qytetarët dhe votuesit tanë, shkaku se politikat të cilat bëhen në nivel të ekzekutivit duhet të administrohen dhe të reflektojnë edhe në komunat dhe në pushtetin lokal, sepse vetëm ashtu shqiptarët do të arrijnë ta ndjejnë ndryshimin në thelb dhe mendojnë që është momenti i duhur ku duhet të reflekton edhe ASH-ja, edhe zoti Taravari dhe të rikthehet në tryezën e bisedimeve duke pamundësuar çdo lloj opsioni për të komunikuar apo larg qoftë për të marrë vesh me BDI-n për zgjedhjet lokale, sepse është konstatim i të gjithë njohësve të politikës se dalja qoftë edhe si vetëm në zgjedhje i kontribon direkt BDI-s dhe Ali Ahmetit, nëse jo sot atëherë nesër në një kontekst dhe në një moment tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme është kërkesë. Se nuk do lëshoni peas për listën e këshilltarëve. Ne vetëm kemi bërë një ofertë, domethënë vetë fakti që favorizojmë ASH-n dhe Taravarin në këtë rast flet shumë për dëshirën tonë që ta mbajmë unik Vlenin, sepse nuk është e vërtet që ne vetëm kemi një dakordancë në mes tre liderëve tjerë dhe po japim një ofertë për ASH-n, mirëpo në frym të bashkëpunimit dhe në frym të rikthimit në tryezën e bisedimeve, ne kemi bërë edhe atë ofertë që të jetë e bindur edhe antarësia e ASH-s dhe votuesit e Vlenit se ka bazë të mirë për negociata dhe se e vetmja gjë e cila duhet të determinohet dhe të përjashtohet është mundësia që ASH dhe Taravari të bisedojnë me BDI-n. Megjithatë, zoti Taravari tha se nuk ka marrë as ofertë për formimin e Vlenit si një parti, pra shkrirjen e të gjitha subjekteve në një parti të vetme, gjë që e paralajmëruat tani kur ndodhen këto si të themi përplasje brenda Vlenit, që do bëhet shumë shpejt. Sonte do t'i bëhet ofertë zotit Taravari që të bëhet pjesë e partisë Vlen? Sigurisht ai nuk është i përjashtuar as pak. Nuk di kontekstin dhe mënyrën se si e ka dhënë atë deklarat, mirëpo bisedimet dhe ideja për formimin. Ai tha se nëse marr një ofertë të tillë do ta shqyrtojmë. Edhe pse tha që dëshiron ta ruaj identitetin e partisë dhe se dallon për nga ideologjia nga partitë e tjera. Do dëshironte që aleanca të mbetet si keni parasysh që përsëri duhet të rikthehemi në motivet të cilat e krijuam Vlenin si koalicion fitues i zgjedhjeve parlamentare dhe ajo, siç thash më parë, buron nga vullneti dhe nga artikulimi politik i kërkesave politike shqiptarëve që t'i shoh shqiptarët të bashkuar në një koalicion i cili u bë brend dhe sinonimi asaj që e fitoi BDI-n dhe e dërgoi atë në opozitë. Beteni në qëndrimin për formimin e partisë Vlen? Këto lloj kërkesash janë njëjtë burojnë nga votuesit tanë që ne të sintetizohemi dhe të shkrihemi në një subjekt politik. Dhe kjo ka qenë një debat i cili ka vazhduar gjithkohës, mirëpo nuk kemi dashur që asnjëherë këtij debati të japim kontekst asaj se cili bëhet lider i kësaj partie politike apo cili subjekt politik e dominon apo majorizon tjetrin, shkaku se për ne është shumë e rëndësishme çfarë kauze paraqet Vleni, si artikulon kërkesat politike të shqiptarëve, se sa një pazar i vogël apo një mbivotim i tre liderëve tjerë ndaj kundrejt një lideri tjetër dhe se si pozicionohen këto rrethana për të ardhur deri tek lideri i Vlenit. Më shumë substanciale është çfarë kauze ne paraqesim, si reflektojmë dhe artikulojmë kërkesat politike të shqiptarëve dhe është nevojë imediate, do kisha thënë, por një proces i cili do vazhdoj, sepse mund të flasim për shumë modalitete të asaj se si do të funksionojë Vleni, qoftë si një parti apo si një koalicion. Paralajmëroi formimin e partisë shumë shpejt madje edhe brenda javës së ardhshme, prandaj po pyes mbeteni në qëndrimin që ta formoni shumë shpejt partinë dhe me që tani më konkretizohet kjo gjë, a keni edhe opsione se si do funksionojë, kush do të jetë kryetar? Si do funksionojë kjo parti? Sigurisht që ne angazhohemi për ta. Do të thënë është angazhimi maksimal joni që të shkrihemi në një parti politike që të arrijmë që gjithë këto zëra për një largim të mundshëm
të ndonjërit nga liderët e partive apo subjekteve politike t'i minimizojmë dhe t'japim një lloj sigurie edhe votuesve tanë sepse ata po e presin. Por këtu më vlen të përsëritet edhe një herë ajo që thash, më rëndësi është mbi çfarë kauzë ndërtohet kjo shkrirje në parti politike dhe nuk është shumë e rëndësi se kush erdhi i fundit në koalicionin e Vlen apo kush do të largohet i pari. Ideja është a jemi të gatshëm kërkesat e votuesve tanë ti materializojmë duke u bërë një parti duke i lënë anash egot dhe pretendimet e liderëve të caktuar të cilat ndoshta kanë ambicie apo nuk kanë. Të gjitha ato do të shtrojnë në tryezën e bisedimeve, ka vullnet të mirë dhe bazë të mirë për të vazhdu kjo është ajo të cilën e kërkojnë votuesit tanë dhe mendoj që shumë lehtë do të arrihet një zgjidhje. E vetmja gjë e cila duhet të përcaktohet është që sa më parë Asha dhe Taravari të deklarojnë që nuk do të vazhdojnë të kenë bisedime me BD-n dhe nuk e lënë të hapur këtë derë dhe këtë mundësi, sepse kjo e rikthen në jetë tashmë një parti e cila ishte në vdekje klinike dhe përballej seriozisht të gjithë funksionarët e saj me drejtësinë dhe me proceset të cilat pritet që të hapen në të kaluarën dhe ne nuk guxojmë që ta lejojmë që të ndodhë kjo dhe të rikthehet BD-ja në pushtet në këtë moment kur është detronizuar dhe përballet me probleme të thella me antarësinë e vet dhe me udhëhecinë e vet. Nëse ASH-ja, zoti Taravari, nuk pranon të jetë pjesë e Partisë Vlen, do mund të bashkëpunoni me të edhe jashtë, sepse ai tha që dëshiron të bashkëpunojë me Vlenin, edhe nëse funksionon si subjekt i veçantë jashtë koalicionit. Nuk ka kuptim një bashkëpunim i tillë sepse mundësia është që për brenda Vlenit ne vetëm bashkëpunojmë dhe kështu kur paraqitemi si palë tjetër për brenda subjektit Vlen, ajo detyrimisht se i minon të gjitha mundësitë e ndonjë bashkëpunimi të mundshëm. Prandaj të gjitha përpjekjet bëhen, të gjitha mundësitë jepen që të vazhdojmë unik për brenda Vlenit dhe mos ta lëmë të hapur mundësinë që BDI përmes kësaj forme të destabilitetit për brenda Vlenit të shohë një mundësi për të ikur drejtësisë dhe për të munduar që të mbajë të gjallë shpresën tek antarësia e vet se një ditë do të rikthehet në pushtet. Unë dua ti bind të gjithë votuesit tanë se kjo nuk do të ndodhë dhe nuk do ta lejojmë që të ndodhë. Asnjëherë shkaku se nuk do të lejojmë që për një komunë më tepër apo më pak ne mos dakordohemi mes vete. Mirë po ideja është që të gjithë ta kemi dhe të vazhdojmë në rrugën e njëjtë dhe të jemi pjesë e këtij koalicioni, pjesë e këtij formacioni politik i cili arriti ta sjellë ndryshimin. Sa do ju dëmtonte dalja e mundshme eventuale pra e ASH-s nga koalicioni tani në prag të zgjedhjeve dhe ku do të reflektojë më shumë në cilat komuna rrezikoni më shumë ti të humni për shkak të zhvillimeve të tilla? Nuk është se është bërë një analizë e tillë sepse Festivari Vrapçishti ku qëndron më mirë zoti Taravari. Ideja është që të vazhdojmë bashkë, mirë po një gjë tjetër duhet ta kemi parasysh se nuk është më rëndësi se si pozicionohemi apo se si pozicionohen partitë të caktuara për brenda koalicionit Vlen dhe në cilat komuna garojnë dhe pretendimet se dikush është më i fortë në një zonë të caktuar apo në një zonë tjetër nuk mbajnë realisht sepse jemi të vetëdijshëm të gjithë ata të cilat i njohin rrethanat politike në vend e dinë se kemi një numër të konsiderueshëm votuesish që na kanë votuar nga fakti që jemi bërë bashkë në një koalicion anti-BDI. Dhe pretendimet lokale se dikush është më i fortë në një komunë të caktuar dhe mund edhe të fitojë vetë janë të pa baza dhe secili e dinë se nuk mund të fitohet vetë. Fiton Vleni bashkërisht. Po zoti Taravari vet a mund ta fitojë Gostivarin? Asnjë parti nuk mund të fitojë në asnjë lloj komune i vetëm. Kjo vetëm se i kontribon BDI-s dhe nuk duam as që ta mendojmë se do të bëhen kështu manovra politike të papjekura që ndonjëra nga partitë politike të dalë vetëm në zgjedhje, sepse kjo nëse jo sot, nesër do t'i kontribojë direkt BDI-s dalja me. Oferta për Dibrën a është e pranueshme për alternativën? Nuk është se ka pasur një ofertë në rrafshin e bisedimeve të cilat kanë qenë në mes deputetëve.
nuk është se ne kemi preferenca të caktuara për komuna të caktuara. Për ne Po ideja është e pranueshme për ju? është e pranueshme, patjetër që po. Dhe ne si alternativë kemi kandidatë të cilët mund të ngarojnë në cilën do komunë. Mirë po asnjëherë nuk e vendosim koalicionin Vlen dhe partitë tjera pjesëtare të këtij koalicioni përpara aktit të kryer apo nuk vendosim asnjëherë vija të kuqe për këtë komunave. Ideja jonë është që të kandidojmë me kandidatët më të mirë të mundshëm, të cilët do të na përfaqësojnë denjësisht, të cilët do të arrijnë ta bëjnë ndryshimin edhe në komunat ku do të garojnë dhe të fitojnë të gjithë bashkë si Vlen. Ju vini nga komuna e Tearcës. Keni ambicie për të kandiduar për kryetar komune? Po nëse gjithë liderët janë dakord dhe fillimisht më jepet besimi edhe nga kryetari i partisë time, Zeqeria Ibrahimi, dhe nga antarësia më e gjerë dhe nga kuvendi i partisë, sigurisht që unë nuk i iki një përgjithësie të atill, do të jetë nder, kënaqësi, privilegj që t'i përfaqësoj votuesit tanë në komunën e Tearcës, të gjithë ata të cilët na përkrahen dhe arritëm të fitojmë edhe në zgjedhjet presidenciale, edhe në zgjedhjet parlamentare në të dy rrethet ku votu. Në komunën e Tearcës, koalicioni Vlen ishte ndoshta ndër komunat e vetme e cila arriti të bëjë fitoren 2 fishte në zgjedhjet të cilat i kishim. Nuk paraqet ndonjë problem nëse vendosin që të ma japin të besim mua. Dhe kushdo tjetër që tjetë nga koalicioni Vlen do ta ketë përkrahjen time dhe përkrahjen e gjithë votuesve të Vlenit për komunën e Tearcës. Doja dhe 2 përgjigje të shkurtra nga ju sepse jemi nga fundi i minutave. Zoti Taravari bëri akuza se performanca e Vlenit në qeveri është shumë e dobët. Sipas jush, ku dështuat, në cilët sektor? Unë nuk di pikëspari ekzemplarët dhe si është bëha një analizë se u paraqiten disa përqindje se kaq ka besim apo nuk ka besim. Me sa kam unë informat para liderëve të Vlenit dhe para kryesisë ngushtë të Vlenit, nuk është paraqitur se me sa ekzemplarë është bëha një analizë, cila kompani ka bëha atë analizë dhe të paraqiten ashtu të dhëna është në nivelin e spekulimeve. Mirë po, unë dua që të them që të gjithë ata të cilët janë në ekzekutiv në Vlen mundohen dhe kanë kapacitete shumë më të mira se që ka pas BDI-ja që e mbani me të losë të futboll në përzyrat e ekzekutivit. Dhe ajo që zoti Taravari e ka thënë, ndoshta është ndonjë mendim i tij duke i pas parasysh se nuk kam ide, ndoshta është i udhëhequr nga ajo se një drejtor i tij u kap në flagrancë dhe tani përballet me drejtësinë. Ndoshta është kur e përmendi shëndetësinë, ndoshta është mendim se veçmë i ka ndryshuar 3 drejtorë në sektorin e shëndetësisë, të cilët vinë nga SH-ja, drejtorin e Spitalit Strugës, të Gostivarit dhe të neurokirurgjisë, me sa kam informat, dhe ndoshta ajo është një reflektim i brendshëm emocional i tij në raport me partinë e tij dhe ai tha se është i kënaqur shumë me drejtorët e vet, po me pjesën tjetër nuk është i kënaqur. Kjo nuk është për fat të keq ajo që din opinioni dhe që e shohim të gjithë si fakt, sepse ne të gjithë i shohim performancat e gjithë drejtorëve dhe ministrave, zëvendës ministrave. Unë mund të them që jemi shumë larg dhe shumë më të mirë se ajo që ka pas BDI-ja si performancë në nivel të përfaqësimit të shqiptarëve në ekzekutiv dhe rezultatet janë edhe të dukshme. Tani nuk është në rregull që të referohemi vetëm në raste të izoluara dhe të gjithë këtë të paraqesim si një dështim kolektiv, shkaku se kjo qeveri ka arrit që të jap shumë të konsiderueshme, diku 34 milion euro vetëm për arsimin e superior shqip, për Universitetin Nën Tereza, mos flasim për projektet në infrastrukturë, diku të 80 milion euro ndihmë direkte për komunat, duke mos bë asnjë dallim, a janë të udhëhequr ato nga BDI apo nga eksponent të Vlenit. Kështu që mendoj që ndoshta stresi dhe kjo periudhë e ngarkuar e zotit Taravari ka bërë që ai të ketë një konstatim të tillë. Nëse ka të dhëna relevante nga hulumtimet të cilat i ka bërë ndonjë kompani, është mirë që t'i paraqes fillimisht në Vlen dhe pastaj ndoshta edhe në opinion, sepse të përmenden kështu përqindje edhe të paraqitet kjo situaci kur është një dështim në ekzekutimin e Vlenit i kontribon vetëm BDI-s dhe narrativit të tyre se shqiptarët po dështojnë dhe se nuk ka se kushti mbron dhe kushti udhëheq shqiptarët, dhe e dim të gjithë se kjo është vetëm një reflektim i pozicionit dobët BDI-s dhe fakti që ata
po përballen me drejtsinë dhe mundohen këtë të paraqesin si dështim kolektiv të gjithë shqiptarëve. Dhe në fund, a ju shqetëson emërimi i Petar Bogojevskit në krye të programit Erasmus dhe a do të kërkoni shkarkimin e tij nga kryeministri Mickovski, duke pasur parasysh se bëhet fjalë për një figurë shumë kundërthonëse që përdor gjuhë urrëties ndaj shqiptarëve? Unë nuk do kisha dashur që ta kontaminojmë opinionin me figurën e atij, sepse po ta ndjekim historikisht, ai ka qenë një figurë që një kohë paraqiste si përkrahës ka marrë një post të rëndësishëm. Si përkrahës i revolucionit Laraman dhe prokurisë speciale, pastaj si reformatori i VMRO-s, në fund përfundoi që ishte një kohë edhe këshilltari i Talat Xhaferit në Ministrinë e Mbrojtjes dhe jepet një kontekst i tillë këtij emërimi faktit që njëherë ka qenë këshilltari i Talat Xhaferit në Ministrinë e Mbrojtjes dhe tani paraqitet sikur ka ndodhur nuk e di se çfarë, sigurisht që për ne është një shqetësim emërimi i tij dhe ne do të mundohemi që brenda debatit në koalicion me VMRO DPMN dhe me partnerët tjerë për brenda koalicionit që të arrijmë që të minimizojmë këto lloj emërimesh të cilat, ashtu siç e përmenda në fillim, kanë qenë kontaminues të opinionit dhe të narrativit politik këtu në Maqedoni, shkaku se e dim që nuk ka ndonjë nivel ai i cili mundohet që duke i ataku kompsit tjera të arrijë që të përfiton në imazhin e tij apo të përfitojë votues. Ne të gjithë duhet që t'i izolojmë këto raste, që t'i dënojmë dhe nuk më duket e hishme që BDI po mundohet ta përdor për poena politik një emërim të tillë. Sigurisht që do të ketë debat në nivel të qeverisë sa i përket këtij emërimi, nuk i dim rrethanat dhe si ka ardhur deri tek përzgjedhja për brenda VMRO-s ndaj këtij kuadri, mirë po angazhimi jon i vazhdueshëm do të jetë që kështu lloj kuadrosh të jenë sa më pak dhe por është e pakrahasueshme me kohën kur ishte BDI me VMRO në pushtet dhe ndodhte Monstra, Sopoti, ndodhte rasti i Almirit vogël dhe gjitha tjera që nuk dua t'u rikthehem dhe nuk dëshiroj që asnjëherë të ndodhin. Kjo si emërim është i pakrahasueshëm me atë kohë ku qeveriste Mjallkov, Gruevski dhe Ali Ahmeti. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit shumë.